Mirë se erdhët në sofrën shqiptare. Sot kam zgjedhur që të ndaj me ju recetën e mazës së zirë, e cila është përgatitur me shumë dashuri në të kaluarën nga gjyshet tona. Pra, kjo përgatitet me pak përbërës, nevojitet mazë shtëpie për përgatitjen e saj, vetëm se merr një kohë pak më të gjatë për përgatitje. Besoj se do ju pëlqej receta. Filloj me përgatitjen, pra për përgatitjen e mazës zime na nevojiten shumë pak artikuj. Këtu kemi 2-3 lugë gjelle me gjallë plope, vëzhgim zjarrin dhe në temperaturë të mesme e shkrim gjalpin. Tash gjalpa shkrir, atëherë doja hedhim mazën. Këtu unë kam mazë të freskët, mazë shtëpie, cilën e kam përgatitur vetë. Recetën e kësaj maze e keni në kanalin tim zyrtar. Pra unë do e përgatis në mënyrën tradicionale. Këtu kam rreth 500 gram mazë. Pasi e kam hedhur mazën, atëherë e përzi mirë mazën dhe lëm që të vlojë. Tash masa ka filluar që të vlojë, atëherë ulim temperaturën në minimale dhe fillojmë që t'ja hedhim millin e kollomojt apo të mistrit. Millin ja hedhim gradualisht, këtu kam rreth 300 gram mill. Kështu do ja hedhim nga pak, do e përzi, duke ja hedhur millin. Do njëherë ju shkon më shumë, do njëherë më pak mill, varet, shifni në trashësi. Millin ja hedhni kështu gradualisht, e përzini. Pra përgatitja është e thjeshtë, vetëm se merr një kohë gjatë, do me thënë për përzirje. Nuk nevojiten shumë përbërës. Ka fillu vetëm se të trashet maza. Kjo është përgatitur në kaluamën shumë me dashuri nga gjyshet tona. Vërtet ja vlen se bëhet shumë e shijshme. Ka një aromë shumë të mirë tash kur jam duke e përgatitur, i vën gjithë shtëpisë se era mirë. Ju mund ta përgatitni dhe me mazë të marketeve, mirë po me mazë e përgatitur në shtëpi, bëhet shumë e shijshme. Kështu në mënyrë të njëjtë, duke përzirë vazhdimisht, ja hedhim gjithë millin. Pasi ja kemi hedhur gjithë millin, kemi fitu si që shifni një çull të trashë si kaçemat. Atëherë ja shtojmë kripën. Këtu unë kam një lugë të mesme, jo të mbushur plot me krip. E përzi. Dhe kësaj masi shtoj një gotë me ujë. Dhe kështu masën e përgatitur e përzim vazhdimisht rreth 30-35 minuta, derisa ndyra të dalë sipër mazës. Përzim që mos ngele kokë. Pas 25 minuta përzirje, ka fillu që të dalë ndyra,
por duhet e inde ta përzi, do me thonë rreth 35-40 minuta, pasi milli i misrit apo i kallomojt është mill mulliri dhe i nevojitet më gjatë, do me thënë, për ta zirë, kursa i marketeve do një kohë më të shkurt, kështu e përzi me inde rreth 35-40 minutave, që dale i ndyra mirë. Mu ka dashur mua rreth 40 minuta për me fërgu mazën, si që pe shifni tash dhe i ka dalë dhe i ndyra, e kam përzirë vazhdimisht gjatë zirjes, dhe tash është koha për t'i hedhur gjatë. Këtu në kam gjatë shtëpijet freskët, i cili është pak rip, do me thënë kur të përgaditet gjati, ashtu i freskët pak ripi, ja hedhni, 300 gram, që ose nuk keni mund të përdor një mozzarella, 300 gram e mozzarella. Bash mos rrugove ka dalë shumë e mirë. Tash vetëm me përzim sa të shkrihet gjati dhe gati për servim është. Ka fillu të shkrihet si të shifët. Gjati ka fillu si të shifet, ka ngel edhe pak pa u shkri, ja se si ka fillu të bëhet maza. Mirë po nevojitet ende kohë për shkrirjen e gjatit. Ka një erë shumë të mirë. Ja, pra si ka fillu të bëhet. Fikim zjarrin dhe maza e zirë është gati për konsumim. Kjo mund të konsumohet me prodhime qëmshtore, me bukë pogaçe, me leqenik, varësisht se si e doni. Besoj se u ka pëlqy. Gjithë ju që e përgadisni, ju bëft mirë. Miru takoshmi në recetën e radhës. Ja, pra dhe si duket.